ta lënë politikën më njanë, nuk do të jenë të kënaqur. Me mesazhe të qarta e paralajmërime alarmuese për shtetin e Kosovës, vjen në një intervistë ekskluzive në Sportcast presidenti i Komisionit të Lojrave Mesdhetare 2026 Stavri Bello. Sa i rëndësishëm është organizimi i lojrave mesdhetare. Për vendin organizator, çfarë duhet të bëjë Kosova për Prishtina 2030? Në historikun e sportit shqiptar, apo e humb Kosova hapin për të qenë gati? Por që nuk duhet humbur më. Cili është mesazhi i tij në këtë drejtim? Mesazhi do ishte që a mund t'i merret Kosovës e drejta për organizimin e lojrave mesdhetare? Sigurisht, Komiteti Mesdhetar. A mund të heqë dorë Kosova nga zotimi për ndërtimin e stadiumit nacional? Premtimet që ka bërë, sepse ndiqeni intervistën ekskluzive me Stavri Bello në Sportcast të enjtën me fillim nga ora 12.